Bashkia Finiq ishte në lista e radhës e kandidatit për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore nga radhët e Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut Petro Gjikuria. Në këtë bashki Gjikuria së bashku me eurodeputetin Fredi Beleri zhvilluan takime në 3 fshatra të ndryshëm. U ndal së pari në Livadja, por edhe më pas në Dhivas dhe Mesopotam. Në këto fshatra Gjikuria dhe Beleri u takuan me 10 banorë të zonës, por edhe përfaqësues të bizneseve të vogla që gjenden në fshatrat e Bashkisë së Finiqit, pjesë e qarkut të Vlorës. Qëllimi i këtyre takimeve është për të shkuar në çdo fshat dhe në çdo zonë të qarkut të Vlorës për të takuar nga afër qytetarët të cilët përballen me një sër vështirësisht dhe halle të përditshme. Duke bashkëbizetuar me banorët e zonës dhe përfaqësuesit e biznesit, Gjikuria dhe Beleri evidentuan disa prej problematikave më shqetësuese. Shpopullimi i fshatrave dhe largimi i rinisë është një ndër plagët më të mëdha që këto zona vuajnë sot, pa haruar edhe problematikën e pronave, e cila mbetet një plagë më vete. Banorët e zonës, të cilët i treguan kandidatit për deputet se prej 12 vitesh nuk shfrytëzojnë më tokat e tyre. Kjo për shkak se në tokat e tyre ka mbivendosje, ku kanë ardhur pronarë të tjerë nga jashtë Finiqit duke i zaptuar. Banorët thanë se as tokat e trashëguara nuk munden t'i gëzojnë dot. Problematika e pagave dhe pensioneve tepër të ulta është një ndër shqetësimet kryesore të banorëve të zonës, të cilat ndikojnë drejt për drejt në ekonominë e tyre familjare. Petro Gjikuria në fjalën e tij shpalosi programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore me paga dhe pensione më të larta, teksa u zotua t'i jap fund problematikës së pronave. Gjikuria garantoi banorët e zonës se do të angazhohet maksimalisht që pronat t'i gëzojnë banorët të cilat ato i përkasin. Petro Gjikuria kërkoi nga banorët e zonës mbështetjen me votë për të sjellë në Finiq ndryshimin kaq shumë të kërkuar.